Jemi te menaxhimi, se ka një brand sot që është në Shqipëri për klubet e futbollit është Tirana. Brand që ti mund të gjenerosh potencialisht, asnjë ekip tjetër. Ka tifoz, ka traditë, ka të trofet. Nëse ti nuk je në gjendje që të paktën nuk ke rezultate. Ka potencialin, jo se potencialin do them. Nëse ti nuk ka rezultatet, të paktën bëj këtë pjesën tjetër. Nuk i ka më. Dakor, po pra po, ne tani nuk po marrim rezultate. Armando duket të dhënë një shans Final Fourin, se më parë vendi 4 është dështim. Jo, pak të marrësh Final Four. Final Fouri ka dalë jashtë. Final Fouri është thjesht për të ndeshur ato 4 ekipe me njëra tjetrën. Po e të mban në lojë çik pra. Po ai që është 20 pikë mrapa, do edhe 10 pikë mrapa, nuk pretendon më për dalë kampion, kupton? Ai që është vend 4. Domethënë ka ndryshuar edhe shqyrturi ka ndryshuar. Po që ti jemi ato që thot Kristi, nuk është vështirë vëlla ta kthesh mbrapa historikun. Ti bësh gjitha këto vite që i bër keq, fillosh të rregullosh. Me ato që kanë parë unë nuk i bën dot. Se nuk ke njerëz të dur për ta bërë. Nuk ka, ja thash degjet përpara, nuk ka një ish lojtar të klubit që është pjesë në klub përveç Gent Muçës. Në gjitha strukturët e klubit Tirana, si në akademi, si në ekip parë, si ku ke gjitha strukturët, nuk ka një ish lojtar që di çfarë dënoi ka ky klub. Nuk e ka në gjë fare. Vetëm patriota është